përpasoj mendoj që suksesi i tij do të jetë i padiskutueshëm. Kjo gjuhë që ai përdori nuk ishte një gjuhë diplomatike e mirëfill, ishte një prioritet i punës së tij dhe derisa ai ka marrë përsipër përpara ligjvënësit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të çojë përpara zhvillimet në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe karteleve të drogës, ndërkombëtare dhe kombëtare. Do të thotë që ai do të punojë me të gjitha mjetët dhe forcat për të eliminuar atë që sot e karakterizon Shqipërinë, për të eliminuar, si të thuash, ekzistencën e shtetit të shtetit të karteleve të drogës në Shqipëri dhe të karteleve të krimit në Shqipëri. Prandaj them që është shumë e rëndësishme. Megjithatë, thash, ai është i detyruar të punojë me kryeministrin e Shqipërisë sa kohë Edi Rama është kryeminist. Por ka një avantazh, sepse edhe nga gjatësia e trupit është në të njëjtën mas me kryeministin dhe ka mundësi që ta shohë kryeministin drejt në sy dhe jo nga poshtë siç e shifte Yuri Kim për shembull.